Janë kujtimet e vetme që i ka nga dy vëllezërit, andaj edhe i ruan me kujdesin maksimal. Lush Krasniqi nga Gjakova i kishte 3 familjar të vrarë në masakrën e Mejes. Kujtimi për ta e shtyri që të krijoj edhe një muzej të luftës. Muzeun e kam emërtuar Oda e Pashkut, e që thashtë dhe njëherë në kujtim të tij edhe në përmbyllje të një farlloj amaneti ose dëshirë që ka pas vllau im që të bëhet diçka, ai nuk e shijon atë çfarë ne kemi bërë, por prapë ne e ndjejmë se e kena plotësuar një farlloj dëshire të atyre që kanë pas dëshirë se u kanë mbet ëndrat në gjysmë. Ai tregon se përpos familjarëve në këtë muze ka edhe gjëra tjera të luftës së fundit në Kosovë. Sepse ka aq shumë shkrimet, gazetave tjerë, ka aq shumë sa fizikisht nuk i zan hapësira. Mirë po jam orientuar kryesisht në fotografi të zhdukurve, në video të varrimeve, në dokumenta të identifikimeve dhe të eskumimeve të zhdukurve, në ndonjë armë luftarake, ndonjë pjesë të mbetur nga lufta, e kështu me radhë. Ka edhe gjëra që kanë të bëjnë edhe me kulturën, si libra të vjetër. Derisa shpreh indinjatën e tij me mospërkrajen institucionale. Ndihma është zero, bile është edhe një dëshpërim që unë kam, sepse para 2 javë kam qenë në Muzeun e Qytetit në Gjakovë, kam qenë 3 herë në drejtorinë për kulturë të komunës së Gjakovës dhe pritja ka qenë shumë e ftoftë dhe çka është më keq nuk e kam pas një adresim. Jo nuk kemi kompetenca për këtë, jo nuk kemi kompetenca për atë. Unë kam ndesh që ky material mos jetë vetëm për sytë e mi dhe të afërmit të mi, por të jetë edhe për sytë të nxënësve. Ky muzej është i hapur për qytetarë tash një vit në Ramos të Gjakovës.